بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا الجماعة تندروا الوزر يمين وارغون حديثة تبينغامبري تون صلى الله عليه وسلم تغرمبولورا nga imami I shuar I muslimanëve Imam Bukhariu në librin e tij Al-Adabul Mufrad kapitull I radhës të cilën ka sjell është kapitull I lutjeve I duave njeriu ka nevojë të lutet xumaja është lutje namazi është lutje dhe ngritja e duarve të Zotit I Madh te bareke ve teala është lutje njeriu është I varfër njeriu është fukara njeriu ka nevojë njeriu për gjithçka të cilën e gëzon ka nevojë të falënderon dhe ka nevojë të lutet për mi ushtue dhe ka nevojë mu lut për mi harujt Allahu subhanahu wa taala edhe shëndetin që e kije ajo është në të dëshirës së Allahu subhanahu wa taala me dash ta merr ban smut e ti ki nevojë mu lut o Zot ruma shnetën o Allah mos më smuj andaj çdo gjë që ne e gëzojmë është një lloj lutje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë lutje shumë te Zoti I Madh te bareke ve teala dhe ka thënë un jam përgjigjja e lutjes së Ibrahimit alayhi salatu wassalam kur tha Ibrahimi alayhi salatu wassalam duke e ndërtuar Ka'bën çfarë tha wa ba'ath fihim rasulan minhum o Allah dërgoja unë një pejgamber bijve të mi pas meje dhe Allahu subhanahu wa taala është përgjigj duas së Ibrahimit alayhi salatu wassalam dhe ka dërguar shumë pejgamber nga bijtë e Ibrahimit alayhi salatu wassalam andaj besimtari duhet lutet mirë po duhet me pas edep lutja andaj jemi te libri e edebit çish duhet me lut Allahu subhanahu wa taala duhet me ditë çish mu fal çish me dhon zakatin si me agjëru Allah na mëson Ramazanin ya rabbul alamin çish me e bë haxhin këto kanë edepet e veta edukatën dhe etikën e vet e tani kur jemi te kapitulli duave njëra prej gjërave që I ka sjellë Imam Buhariu cila ke e para çfarë duaje ban besimtari kur zgjohet mëngjes çfarë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam tjetra pejgamberi alayhi salatu wasalam bënte dua për vëllezërit e vet pejgamber andaj tha Zoti e mëshiroft Jusufin alayhi salam Zoti e mëshiroft Lutin alayhi salatu wassalam pse I përmend te këta që të qenë rahmet për ta që të qenë rahmet I përmend edhe historinë e tyre si dobi po edhe të bën dua për ta dhe pastaj radhës çfarë tha Imam Buhariu kapitulli lloji I duas që bëhet kabul cili është lloji I duas që bëhet kabul ka thënë an-nakhila min ad-du'a ajo dua e cila është nakhile çka e pastër komentator dietar çfarë ka thënë e pastër është që lutsi mos të kërkon diçka që si takon ta gjen vaktin të jetë I pastër apo dhe të jetë që e meriton përgjigjen nëse mbledhen një varg kushtesh edhe plotësohen atëre Allahu subhanahu wa taala I përgjigjet nga se do të vim te hadithi radhës se Zoti nuk e detyron kurkush e kapitullin e radhës që e ka sjellë Imam Buhariu çfarë është ka thënë kapitulli I lutjes me seriozitet dhe ka sjellë dy hadithe njëri nga Abi Huraira dhe tjetri nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma wa ardahuma transmeton Abu Huraira thotë kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë ka thënë alayhi salatu wassalam kur njëri pi juve let lutet në këtë formë çish ka thënë felyazimil mes'ala leta vendose meselën çka pe lut pyetjet çka pe bën wala yaqul in shi'ta mos ti thoj Allahit si dush bema
Si dush bema. Jo ti, ajt pi qoj dur. Jo, lip që ta shka të dasht. Sepse te Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë alayhi salatu selam, la ya'dhumu shay a'ta. Ska diçka që e jep e i vjen e madhe Zotit. Ti nuk mundesh me thënë, valla, që ta se dia munia lipi. Jo, lipja Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye transmeton e përmendëm transmetimin se Musa alayhi salatu selam i ka thonë Zotit vet, o Zot, kanë jarë po du me të vetë, po du me të lip diçka, po më ven marrë. Dhe ti i madh Zot, dhe unë i rob. Ka thonë, pse po të ven marrë o Musa? Ka thonë, po më duket shumë e vogël ajo punë për me të lip. Tha, o Musa, edhe krip kur ki nevojë lipëm. Çfarë do që ki nevojë për Zotit? Lip. Për këtë arsye tha alayhi salatu selam, "Falyazimil mas'ala." Dhe transmetimin e Enes ibn Malik, çfarë ka thonë? "Fala yakul Allahumma in shi'ta." Mos thoje o Allah si dush bjema. Fa inna Allah la mustakriha la. Fini leksa shpreje. Ka thonë se Allah nuk e detyron kërkush. Ti mundesh mi thonë një njerit, ama kryen që këtë punë, ama ajo puna e vartë për një njeri tjetër. Edhe ai vend thot, unë po du me ta kri, po ai shka e ka ndorë s'po do. Apo ando shpesh, ti thu filanit, ama kryen që këtë punë do ta kri. Ama kjo punë sa e vartë për mua, është edhe për një njeri tjetër. E ta ksho ai tjetri thot jo. E mirë, a ka dikush Zotit mi thonë jo? A mundet Zoti subhanahu wa ta'ala me dash me ta sos një punë, po se le dikush? Hasha wa kella. Andaj shiko çfarë debi u ka mësu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sahabëve të vet. Lipni pi Allahut. Lipni, lutuni te Zoti madh te bareke ve teala, se Allahu s'e detyron kurkush. Pra nëse Zoti thot po du me ta dhon, e pranova duajën, u krij ajo punë, se nuk e detyron kurkush Allahu subhanahu wa ta'ala. Ai punon me vullnet të lirë. Yef'alu ma yasha. Ai bën çka doje ban. E ti të ka met me lut. Po këtë arsye të ndëruar xhamat, duhet besimtari në edebin e duajit çfarë me pa? E para, falyazimil mas'ala. Le ta preje çështjen. Lutu me seriozitet. Sa njeriu e përmend edhe shnetën, elhamdulillah Allah i shnetën që na i ka dhënë. Ama shkronja dopta janë këto. Thuaj me tajvid. Thuaj me elhamdulillah o Zot i madh. Elhamdulillah 24 orë. Mirë njohje dhe falëndërimet panalta për tyje, natë edhe ditë Allah për këtë takat, për këtë shnet, për këtë të mira. Thuje me gjuhën e plot dhe lipe Zoti me ta shtue. Jo vetëm kalim dhe ajt ta thojnë aty. Jo, thuje mirë. Kur të nisësh punë, bismillah, ndjeja ata me emrin Allahut po nisna. Jo me kanë ajo rutinë gjuhë bismillah. Jo me kanë ajo veç çka kalon. Thuje mirë me emrin Allahut, ai mbron. Për këtë arsye, falyazimil mas'ala, le ta preje meselën, le ta vendosë mirë. Pra kur lutesh ti me dënes, o Allah m'jep, thotë Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an, në luftën e Bedrit, ka hyrë shator pejgamberi alayhi salatu selam, pe lut Zotin e vet që mos ta hupe luftën. Thotë i ka thënë durt ka Zoti, tu bë dua, Allahumma, o Allah ndihmom, Allahumma la tuhlik hadhihi al-isaba, o Allah mos e shkatro këtë grup të vogël që ta dhurojnë atyje. Thotë Abu Bekri, i ra gjibja, ti që dur te Allahu subhanahu wa taala. Dhe ja pejgamberi Zotit. Na sa kena nevojë për Zotin një herë si çojna durt. Kur në fund të herë që ki po dua për një më. Kur në fund të herë që ki po me thon, o Allah ruaj mua, vladët, familjen krejt. Kur në fund të herë. Me falyazim al-mas'ala, me vendosmëri, derisa thotë Abu Bekri, çat shumë luti Allahin, unë tha, e na i thash ja Rasulullah, nalu qatë shumë se shumë i të lutë Allah, ka me të një mu Allah. Shiko se e ka njoftë Allah subhanahu wa ta'ala. Thotë Aisha radhiyallahu anha, shpeshar zgjohesha natën, e gjenjësha të kajt, e gjenjësha të kajt e të falë. Thësha ja Rasulullah, ti po kanë na, pale ku e kena venin, ti po kanë me gjuna e të falta, na. Shiko, e ka njoftë Zotin e madh te bareke ve teala. Andaj, lutë me vendosmëri. Tjetra, nuk i thuhet Allahit, si dush bjema, jo. Po i thuhet Allahut, bjema, ma jep, plotsoma o Zot, bjema o Zot, pasurom, rujëm për kësajna, ma ba këta, ma ba nasib gjenetin, o Allah, ban ma nasib gjenetin. Thuje me vendosmëri, kur thush, o Allah, rujëm për zjarë gjenemit. Thuje mirë, thuje me vendosmëri. Thuje, o Allah, unë s'kam takat me hinë gjenem. Kështu bënin doa të partë e muslimanve. O Allah, trupat tonë se durojnë gjenemin. O Allah, trupat tonë s'munën me hinë zjarë, se së ne durojnë zjarën. E lutnin Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe kur Zoti e shef këtë vendosmërit e ti, këtë lutje me dënes, Zoti nuk i bohet, nuk hargjohet me të dhanë. A dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, lutna Allahun shumë. I ditë për ditëve duke ju fol pejgamberi sallam sahabeve për me lut Allahun shumë, njëri tha, po na lutmi ala ma shumë. Tha fallahu akthar, Allah i ka ala ma tepër. A mundet mu hargjue? Jo.
Shiko Allahu subhanahu wa taala kur I përmend sabërlit në Kur'an, çka thot? Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Sabërlive në xhenet Allahu na bë fitënë. Sabërlive në xhenet ju jep shpërblim pa hesab. Pa hesab për këtë marsin, jo për atë çka jep. Ki cili merr pa hesab e ka. Ama për Allah nuk ka pa hesab. Për këtë arsye lutuni e bëni dua te Zoti mas pari që Zoti të na ruan familjet. E të na ruan evladët, se çka s'po shoh na peshifni edhe vet. Se çka s'po shoh na peshifni edhe vet. Pi turpit mas budina çka më thon mo. Por rrehen tritë dhe trejat në për shkolla me paturpsi më të madhe në botë. E kjo është përgjithësia prindërve për të cilën do të flasim me lein Allahu te bareke ve teala, po këtu ku jemi te duaja, lut të Zotin mos të korrite me evlad. Lut të Allahut të t'i ruajë fëmijët, lut të Allahut të t'i bëjë fëmijë ashtu siç duhet. Se shiko, të mlon turpi. Të mlon turpi dhe na mlon kit muslimanëve turpi, sa ata gjuhën tonë flasin. Ata si na flasin, në shkollat tona mësojnë, mirë po na turprojnë kur I shohim. Na turprojmë kur I shohin dhe pyetja e parë që na shkon ndërmend thojna, a kanë familje këta njerëz? Zoti na ruaj pikë të xhijave ya rabbal alamin. Allah mos na sprov në evladët tonë ya rabbal alamin. Allah mos e sprov asnjë prind musliman që ta korrite evladin vet ya rabbal alamin. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu ta ruan çdo të ri dhe të rejt muslimanëve. Allahu ta ruan rininë e muslimanëve, ta bën rininë të shëndosh, larg degradimit, larg shfrenimit, larg të xhijave, ta bën Allahu gjë rininë të shëndosh muslimane dhe të reja të shëndosha muslimane. E lutim Allahu subhanahu wa taala këtë ditë xumaje, ditë të madhe ku ka thënë alayhi salatu wassalam, është një moment ku Zoti nëse I bëhet lutje Allahu nuk e kthen mbrapsht. E lutim Allahun që Allahu na mundson që të jetojmë si musliman. Allahu na mundson të jetojmë si besimtar. E lutim Zotin e Madh në këtë dimër, në këtë ditë të ftohta, për akret ata musliman të cilët s'kan mundësi mi ngroh familjet e veta, Allahu t'i ngroh ya rabbal alamin. Allahu t'i ngroh shtëpitë e tyre. Allahu jetimat e muslimanëve, bonjakët e muslimanëve, të vejat e muslimanëve, ata të varfërit e muslimanëve, Zoti t'u alecon këtë dimër ya rabbal alamin. E sidomos atyre vëllezërve të cilët janë në për luftra, e janë në për siklete, e janë në për shatore, Allahu t'u ndihmon ya rabbal alamin. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu t'i fal gjunahet tona, Allahu t'i fal gabimet tona, Allahu t'i fal kusuret tona ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين رحماك بالمستضعفين يا رب العالمين اللهم رحماك بيتامى المسلمين وأرامل المسلمين ومشايخ المسلمين يا رب العالمين خاصة أهلنا في غزة يا رب العالمين اللهم انصرهم اللهم أيدهم اللهم أنزل عليهم من رحمتك ورحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم كن معهم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اضرب المجرمين بالمجرمين يا رب العالمين وسلم المسلمين منهم غانمين سالمين يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة